Me fillim të vitit 2026, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari po shkruan një tjetër kapitull suksesi. Çdo ulje dhe ngritje avionësh nuk është thjesht një udhtim më shumë, por një histori besimi dhe zhvillimi që vazhdon të rritet. Me ritmin e pandalur, 3 mujor i parë i këtij viti vjen si dëshmi e një rritje të zhëndrueshme që shkon gjithmonë më lart. 3 mujor i parë i vitit 2026 shënon një tjetër hap përpara për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, duke reflektuar një rritje të qëndrueshme dhe besim të vazhdueshëm nga pasagerët. Gjatë periudhës janar-mars 2026, aeroporti ka mirëpritur mbi 1 milion pasagerë, saktësisht 1.006.492, që përfaqëson një rritje prej 3.61%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, me 971.400 pasagerë. Paralelisht, edhe lëvizjet të fluturimeve kanë shënuar rritje prej 1.71%, duke arritur në 8.524 operime. Investimet e realizuara ndër vite kanë transformuar infrastrukturën aeroportuale duke përfshirë ndërtimin e terminalit të ri modern, kullës së kontrollit, hapësirave të parkimit dhe rrugëve lidhëse. Kapaciteti vjetor i pasagerëve është rritur nga 2 milion në 5 milion. Duke bërë aeroportin një nyje kyçe për rajonin. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, një nga aeroportet më moderne në rajon, po dëshmon edhe një herë përkushtimin ndaj një zhvillimi të qëndrueshëm dhe cilësor, efikas dhe të sigurt për të gjithë udhëtarët.